Të dashur shqiptar, ka ndodhur një skandal shumë i rëndë. Autorët grek thonë që emri Dibrës vjen nga Debora, që do të thotë bleta në Testamentin e Vjetër. Mirë po. Claudius Ptolemeus thotë diçka tjetër. Emri Dibra ka kuptimin lugina thellë, dhe emri Dibra është emri origjinal, sepse Ptolemeu thotë që eja e gjatë Helene është bërë i. Merrni frymë thellë. Dibranët flasin helenisht. Pa e ditur fare. I njëjti toponim është tek Shqipëria e Jugut. Dhivra është Dibra. D-ja bëhet dh në greqisht dhe b-ja bëhet v në greqisht mbas shekullit të 10. Shqipëria, Dibra, është më helene se sa e folur e tos Krishtes. Pa e ditur Dibranët, duke qenë komplet analfabet, kanë folur dialektin iliro-helen. Dibra ka kuptimin lugin e thellë. Në ilirisht. Por është emër mashkullor, doberos, pastaj ky emër merr vetëm formën e trajtës së shquar he, që bëhet i në gjuhën greke, dhe bëhet Deboros. Pastaj Deboros kthehet në dhivra në greqisht dhe Dibra në gjuhën e Dibranëve. Ndërkohë që Maqedonët mbajnë variantin Dobar. Janë që të gjitha variantet e ilirishtes. Ky është një skandal shumë i madh. Pse do thoni ju? Tregon që ka patur slav gjithmonë në Iliri. Merrni frymë thellë. Varianti slav është Dobar. Varianti ilir është Deboros. Pastaj bëhet Dibra dhe bëhet në greqisht në konispol Dhivra. Janë që të gjitha variante të ilirishtes. Ilirishtja degëzohet në gjuhët slave, në gjuhën e Dibranëve dhe në gjuhën greke. Merrni frymë thellë. U provua që dialektet indo-europiane ekzistojnë si variante të ilirishtes. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Dhe këtë nuk e ka vënë re askush. E kam vënë re unë, sepse unë kam lexuar në origjinal, në greqisht, Claudius Ptolemeus. Ta shikojmë sepse kjo ka për të shkaktuar shumë buj në botë. Në botën shkencore, por dhe tek njerëzit e zakonshëm. Të dashur shqiptar, shikoni se çfarë thot Ptolemeus. Deboros është emri i Dibrës. Eja bëhet i në gjuhën greke, pra gjuha shqipe ka variantin origjinal. Pastaj, nga një emër mashkullor, kthehet në një emër femëror, i vendoset forma e trajtës së shquar të emrave femëror, dhe megjithëse ka mbaresën e emrave mashkullor, bëhet Doberes. Pra, forma Doberos është metateza e Deboros. Janë dy variante dialektore të ilirishtes. Janë që të dy emra mashkullor, por i vendoset forma e trajtës së shquar e emrit, he, që sot shqiptohet i në greqisht, dhe bëhet emër femëror, dhe bëhet origjina e fjalës Dibra, dialekti dorik, dhe Dhivra, dialekti atik.
pranë Konispolit, është ky toponim. Toponimi Dibrës ka kuptimin luginë e thellë. Nuk ka lidhje fare me Deborën, Bletën, Semite. Merrni frymë thellë. Kjo tregon që ilirët kanë folur helenisht. Emrat mashkullor janë kthyer në emra femëror në gjuhën helene. Ilirët kanë folur helenisht, por një dialekt të panjohur helen është folur vetëm në Epir ose Prygja ose Bregu në Shqip dhe është folur vetëm në Maqedoni. Por është dialekt ilir, këtë nuk e diskutojmë, sepse është një emër mashkullor që është kthyer në emër femëror. Kjo ju ka shpëtuar të gjithëve. Dhe shikoni se ku e kam vendosur. Të dashur shqiptar, sot këtu unë kam vendosur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe kam vendosur pikërisht në rrënjën që flet për luginën e thellë. Këto janë variante të ilirishtes që është një helenishte e panjohur. Grekët nuk e dinë që ilirët flisnin helenisht. Por dialekte që nuk kuptoheshin deri në këtë moment që po bëjmë këtë film. Pra, si që shikoni, Deboros është trajt dialektore e Doberos. Janë që të dyja emra mashkullor. Dhe janë regjistruar këto në Panoni për herë të parë. Pra, ilirët shtriheshin edhe në Maqedoni, edhe në Panoni, por edhe në Konispol, pra në Greqis, është ky toponim Dhivra. D-ja në histori bëhet D në greqisht dhe B-ja në mes të fjalës bëhet V në greqisht. E-ja bëhet I në gjuhën greke, pra Dibranët flasin helenisht. Ilirët e Dibrës kanë folur helenisht. Janë quajtur Penest, Sklever, por kanë folur një dialekt helen. Gjyshritan, u bindet më në fund. Kjo i ka shpëtuar Majrit, Joklit, Pedersenit, nuk ju a merrte mendja në botë që një emër mashkullor merr formën e trajtës shquar të një emri femëror, që ndodh edhe në gjuhën mesape, do shikoni filma të tjerë. Dhe pastaj, megjithëse ka mbaresën e një emri mashkullor, trajtohet si emër femëror, e humb mbaresën e emrit mashkullor os dhe kthehet në Dibra në gjuhën shqipe të Dibranëve dhe në Dhivra në gjuhën greke. Merrni frymë thellë. Kjo ju ka shpëtuar të gjithëve. Këto janë variante dialektore të toponimeve në Panoni. Nuk ta merr mendja e kokës që ilirët kanë folur një helenishte të panjohur. Të dashur shqiptar, unë filmin për Bletën nuk do ta heq, sepse ka ndodhur e njëjta gjë me emrin Dardania, që grekët thonë do thot ujë të trash. Kam gjetur prova të tjera që nuk është ujë i trash. Po ashtu kam gjetur provat që Dibra nuk do të thot Debora, Bleta. Por unë kënaqem që grekët janë përpjekur që ilirishtja, që është një gjuhë helene, ta quajnë gjuhë barbare, sepse se kuptonin. Po si nuk ju ka shkuar mendja grekërve që këto janë mbaresa të helenishtes, të emrave mashkullor me os, dhe të emrave femëror me formën e trajtës së shquar he. Ilirët flisnin kështu thot Ptolemeu. Joklit si ka shkuar në mend mbot që ilirët flisnin helenisht. As kujt. As një herë. Pra mendonin që ky ishte emri Bleta. Do t'i keni parë të gjithë filmat e mi që unë kam qenë shumë i trishtuar që Dibra quhet Bleta. Nuk quhet Bleta, po quhet luginë e thellë në një dialekt iliro-helen të panjohur. Emri mashkullor Doberos bëhet emër femëror he Deboros me metatez. Çmenduri, dhe këtë shpjegon Claudius Ptolemeus.
në greqisht, pra duhet ta lexosh në greqisht, në origjinal që ta kuptosh këtë. Po s'dite greqisht nuk e kupton. Si ju interesova më për greqishten? Ky është fjalori gjuhëve indo-europiane që unë nxora falas në vitin 2004. Kushërinjtë e mi thonë: si ke nxjerrë ti fjalorin e gjuhëve indo-europiane kur ti nuk ke lexuar Iliadën në origjinal? Po përse do lexoj Iliadën? Unë nxora thjesht fjalorin për shqiptarët. Mirë po, mu fut krimbi i dushimit dhe lexoj, jo vetëm Iliadën, por i futem dhe lexoj të gjithë autorët e lashtë, helen, latin, këto 30 vjet. Dhe bëj zbulime të jashtëzakonshme. Dhe ky zbulim i madh, që kemi 2 variante dialektore, 2 emra mashkullor, që janë kthyer pastaj në emra femëror. Pra, Deboros ka qenë emër mashkullor, është bërë Dibra në gjuhën ilire, Debar në gjuhën maqedone, dhe Dobar, që përkon me variantin Doberos, dhe Dhivra në gjuhën greke. Po kjo është, nuk kam fjalë që i njëjti emërtim të dalë në gjuhën slave, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën greke. E njëjta gjë. Dhe gjendet edhe pranë Konispolit, edhe në Dibër. Dhe nuk do thot Bleta, do thot Lugin e thellë. Këtë thot Claudius Ptolemeus. A nuk është kjo me të vërtet madhështore? Tani, duhet ta kisha bërë më herët unë këtë zbulim, mirë po unë duhet të punoj për bukën e gojës, për të paguar qiran, dritat, jam njeri ndershëm. Më bëni ministër, more, vetëm për një vit për hir të gjuhës shqipe, ju lutem. Vetëm që të mos merrem me punë, por të kushtohem gjuhësisë. E kuptoni apo jo? Ose më bëni ndonjë drejtor diku, thjesht, për të më dhënë një rrog, në mënyrë që unë t'i vendos të gjitha energjitë e mia për zbulimin e fjalëve ilire, që janë fakt fjalë helene. Emër mashkullor kthehet në emër femëror, në ilirisht. Dhe kjo pasqyrohet në toponimet në Prygja ose Epir, sipas grekërve. Nuk kam më fjalë, nuk kam më diskutim, pra po të mos kisha lexuar unë në origjinal Claudius Ptolemeus, në botë, kjo nuk do ishte zbuluar dhe do quheshte Dibra Bleta dhe ne do e kishim hequr si toponim për fat të keq. Tani kjo përkeqëson akoma më tepër situatën. Këto janë prova të pakundërshtueshme që ilirët kanë folur helenisht, edhe me sapët. E njëjta gjë ka ndodhur me fjalën ho brindos, brini, koka e drerit në mesapisht. Është hequr forma e trajtës së quar ho, për emrat mashkullor, dhe është bërë brindos, origjina e emrit të qytetit Brindisi në Itali. Por është koka e drerit dhe brini në gjuhën shqipe. Brini, të dashur shqiptar, është brindos në ilirisht, është emër mashkullor, grek. Edhe Plini Vjetër thot që mesapët flasin dialektin grajan. E do të thot greqisht, mesapishtja, sipas Plinit të Vjetër. E pra ka të drejtë. Edhe ilirët në Dibër e kanë ndryshuar Deboros në Dibra. I faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. E meritoj dekoratën, apo jo?